Nëse i referohemi treguesit që thot pa progres, sipas terminologjisë që përdorin këto raporte, i bie që nuk ka pasur asnjë veprim, asnjë progres nga viti i kaluar, po që nuk nënkupton që në vitin e kaluar ka qenë diçka jashtëzakonisht mirë dhe që thjesht mjafton mungesa e progresit. Mungesa e progresit është thjesht jo regres në raport me situatën që ka qenë në vitin e kaluar. Një tregues më i lartë se sa ky është progresi kufizuar, që në terminologjinë e këtyre raporteve nënkupton se janë ndërmarrë disa veprime, por nuk është arrit synimi. Pra, ky tregues është ndër treguesit shumë të ulët që flet për lirinë e shprehjes në Kosovë. Duke mos dosht me u përsërit me parafolcit, keme me pos ndoshta një pjesë pak ma të veçantë me fulman detaje për çështjet për problemet ligjore, ligjin për KPM-n e tjerë. Ideja është se partia në pushtet i ka sulmu mediat në dy mënyra. E para do të thotë duke e trajtu aspektin e mediave, do të thotë si koncept, si një farë gogoli, në mënyrë që mju shmong skandaleve, mju shmong përgjegjësisë publike, duke krahasuar me të kaluarën, duke krahasuar me tjerë, duke marrë, duke shkoqitur e tjerë, apo duke bërë edhe sulme specifike ndaj individëve të caktuar, ngacmime të ndryshme e tjerë, në mënyrë që thjesht qytetarët me pos parasysh që ata do të përballen me një fushat të egur kundër tyre, nëse e thonë këtë. Normalisht një pjesë e gazetarëve, një pjesë e aktivistëve i ka rezistu kësaj situate dhe kanë vazhdu me fol për kundër këtij linçimi publik, veçanërisht në mediat. S'kan me undal. Fatmirësisht, do të thotë nëse për kundër këtij presioni mediat dhe gazetarët vazhdojnë me fol, kjo është dëshmi që sektori mediave është zhvillu brenda për brenda dhe thjesht po i reziston pushtetit, por megjithatë krijohet tash një klim, që se jo se cili ka me pas mundësi me i rezistu, sepse nuk është tash në pyetje kur flasim për lirinë e shprehjes, nuk është pyetje vetëm gazetari. Është në pyetje edhe një qytetari thjesht që jep një mendim të tij në çfarë do platformet. Dhe tash është shumë e lehtë për shkak të numrit të madh të platformave me jep një mendim të caktuar. Dhe nëse vazhdon dhe linçohet dhe përbollet me akuzë dhe me një fushat kundër tij, normalisht se do të bie edhe interesimi për të shprehur. Fushata mes tyre është edhe mes sojit të tyre, mes politikanëve, domethënë na i shohim edhe kjo është një farë sulmi se si deputetët mes vete sulmohen jashtëzakonisht shumë keq. Ka pas raste kur unë kam thirrë musafire në studio, deputete e zëshme, arsyetimi i saj ka qenë, po kam shumë komente negative në rrjetet sociale mandej. Po marr mesazhe shumë, edhe po hezitoj me dalë në media me fol pikërisht për çet arsye. Domethënë, edhe kjo është një kufizim, edhe pse ajo ka edhe një obligim që të flasë, edhe pse është në opozitë. Po që është situatë ku një praktik e mirë mendume, organizume, e koordinume, me investim të jashtëzakonshëm për ma shumë se një dekadë, se qysh me i friksu njerëz online, tash është të ju këty sidomos njerëzit pushtetit dhe dalin edhe viktimizohen. Po, du të me thonë krejt që kërkush, as burat, as gratë nuk duhet mu ngacmu online, mu denigru mënyrën qysh bëhet. Mirë, po duhet me dit edhe ka artë që kjo. Dhe lëvizja vetëvendosje mas shumë ti ka kontribu që njerëz mu ngacmu online. Nëse ti guxon me thonë diçka, mos flasim ja për mene emrin Kurtit, ti normalisht dush mu përgatit që ki mu denigru jo ti personalisht. Komplet me familje, me krejt. Edhe krejt na jena ballafaqu qëtu. Do të thonë se cili veç forma është fatkeqësisht u bën normale, do thotë është normalizu. Mirë, po mos dalim u viktimizu tash me thonë çfarë na ndodh, është gjuha e tënde, tash e kanë mësu krejt edhe ju e pata fjalën në këtë rast për një deputete të opozitës. Pavarësisht, hezitoj që të flas me që kultura është krijuar e tillë. Por që po megjithatë deputeti i opozitës bort mas vetit besimin e qytetarëve që do t'i bëj opozit partisë në pushtet. Dhe që definitivisht është një shembull negativ nëse një deputet i opozitës thotë se po ndjehem do të keq për shkak komenteve tjerë,
sepse ka më dhe pastaj raste që i kanë ndalu komentet, plot deputet i kanë të bllokuara në rrjetet e tyre sociale, nuk mundesh me i komentu, i kanë të bllokuara. Pikërisht për shkak kësaj klime që është kriju, që nuk do të duhej të krijohet si normë, andej edhe të marrim si të mirëqenie. Problematika tash është se që kjo gjuhë në një farforme edhe i vërsul qytetarët ndaj medjave, do thot gazetarët janë përdit në teren, në vendet të ndryshme tjere, dhe tash që kjo gjuhë institucionale që tashmë është bo, i vërsul edhe qytetarët në raport me medjat, në raport me gazetarët dhe rritit edhe më pastaj edhe numri sulmeve. Absolutisht po, edhe në fakt, kure kemi diskutu ka vite fatkeqësisht, do me thonë, po më duket veç po e përsërisim vetë pas viti, se nuk po ka ndonjë progres në këtë aspekt. Edhe tash ideja është që plot njerëz fatkeqësisht nuk janë ose nuk dojnë të jenë në gjendje ta kuptojnë saktë dhe drejt këtë mënyrë që është ndikon diskursi që e përdorin politikanët në raport me diskursin që bartët mandej të populli. Është tepër e thjeshtë. Nëse në qeveri e kemi një parti politike e cila ka marrë mbi 50% të votave, kjo i bjen me automatizëm që nëse kryeministri i qunë hajvan mediat ose gazetar, nëse një ministre e punëve të jashtme i qunë mercenar ose që shi ka qujtë rrugaq gazetart, me automatizëm çdo i dyti votus që ka votu për lëvizjen vetëvendosje ka me pas të njëjtin mendim, edhe ka me pas të njëjtin qasje ndaj gazetarëve dhe ndaj medjave në përgjithësi. Prandaj është kaq e rrezikshme. Prandaj ne si AGK vazhdimisht kemi kërkuar që spaku të distancohen prej gjuhës tillë, nëse s'mundën me bëu diçka tjetër, në rastin ma të pakt të distancohen institucionet, bartësit e institucioneve prej një gjuhë të tillë, ta japin shembullin e mirë. Mos përdorin vetë mos me përdor fillimisht. Raportet ndërkombëtare negative për lirinë e shprehjes, dilnin edhe tregonin metodologjinë që bëhej dhe thonin se ata për këtë raport e kanë intervistu OGK-n, e OGK-ja ju ka dhënë dhona gabim. Do thot nuk merreshin me raportin me një vlerësim të pavorën. Ose kanë thonë ju kanë dhënë dhona gabim, ose ju kanë dhënë me qëllim se po dojnë me jaqit zonën e zi Kosovës, edhe po dojnë po. Do thot ky aspekti se ti po e saboton shtetin, për kundër faktit që kishim një raport ndërkombëtar që thoshte është vlerësimi pavorë. Edhe mos me pas raportin ndërkombëtar, krejt këto diskutime, krejt këto fjalë që janë thonë prej zyrtarëve janë publike. Nuk është që i kanë thonë nëpër kafe ose nëpër zyret e tyre të mbyllur, janë publike. Tash po e shohim që në cilën do kritikë që bëhet kjo qeveri dhe lëvizja vetëvendosje ka një arsye mrapa dhe natyrisht që faj nuk kanë për asgjë. Po është ky raport i njëjti progresit që në të kaluarën derisa ka qenë opozitë është përdor për me sulmu dhe me kritiku pushtetin. Mas parit e ajo që e tha Gzim, te raportin ndërkombëtar tjetër, i Reporters Without Borders, jemi të folë për një raport që kur ka ardhë lëvizja vetëvendosje në pushtet, Kosova u pat përmirësu disa pozita, me të drejtë, për shkak se në fillim ka pas iniciativat mira. Tani ato ndërkohë lëvizja vetëvendosje e ka ndru mendjen për mënyrën e qeverisjes,